Të nderuar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9. Gjykata kushtetuese ka miratuar kërkesën e kryeministrit Albin Kurti për vendosjen e masës së përkohshme lidhur me dekretin e presidentës për shpërndarjen e kuvendit. Sipas vendimit, nga data 9 deri me datën 31 mars, ndalohet çdo veprim nga presidentja lidhur me dekretin dhe çdo veprim i kuvendit deri në vendimin përfundimtar të gjykatës. Kushtetuesja thekson se masa është vendosur për të parandaluar dëmet të pariparukshme për rendin kushtetues dhe funksionimin demokratik të institucioneve. Presidentja Vjosa Osmani ka deklaruar se është e bindur që dekreti për shpërndarjen e kuvendit është në përputhje të plot me kushtetutën, pavarësisht masës së përkohshme të vendosur nga gjykata kushtetuese. Ajo tha se vendimi nuk është personal, por formalizimi një situate të krijuar nga kuvendi. Në një intervistë për Syri TV, Osmani theksoi se ka vepruar sipas kushtetutës dhe se nëse do të kishte interes personal, do t'i konvenonte më shumë afati 60 ditor për konsultime me partitë politike. Qeveria ka reaguar pas vendimit të gjykatës kushtetuese për vendosjen e masës së përkohshme lidhur me dekretin për shpërndarjen e kuvendit të Kosovës. Vendimi i gjykatës kushtetuese për vendosjen e masës së përkohshme lidhur me dekretin për shpërndarjen e kuvendit pezullon zbatimin e këtij dekreti deri në shqyrtimin në merita të çështjes, thuhet në komunikatën për medje. Qeveria pret që vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese të japë qartësi të plotë mbi këtë çështje dhe të përcaktojë standardin kushtetues që në të ardhmen institucionet dhe qytetarët mos të përballen me këto pengesa serioze, thuhet më tej në komunikat. Kryetarja e Kuvendit Albulina Haxhiu e ka cilësuar si hap të rëndësishëm vendimin e gjykatës kushtetuese për vendosjen e masës së përkohshme ndaj dekretit të presidentës Osmani për shpërndarjen e kuvendit. Ajo tha se vendimi ndihmon në parandalimin e pasojave që mund të dëmtonin funksionimin kushtetues të institucioneve. Haxhiu shtoi se gjatë kësaj periudhe aktiviteti i kuvendit mbetet i kufizuar dhe pret që kushtetuesja të marrë një vendim që mbron rendin demokratik. Vendimin e kushtetueses e ka mirëpritur edhe shefja e grupit parlamentar të lëvizjes së vendosjes Arbiana Gafci. Ajo beson se kërkesa e tyre është e drejtë dhe se argumentet janë të qarta e të bazuara në kushtetutë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka njoftuar se ka iniciuar rast penal lidhur me kërcënimet e raportuara ndaj presidentës Vjosa Osmani. Sipas njoftimit, procedurat janë nisur pas kërcënimeve të raportuara në drejtim të saj, ndërsa rasti tashmë është në trajtim nga organet kompetente. Ndërkohë, presidenca e Kosovës ka dënuar gjuhën e përdorur në debatet publike, kur është bërë thirrje për pushkatimin e presidentës Osmani. Kryeministri i vendit Albin Kurti ka zhvilluar një bisedë telefonike me komisionerën për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos, ku diskutua për procesin e integrimit dhe ecurinë e reformave. Kurti theksoi miratimin e planit të rritjes në vlerë prej 882,6 milion euro, i cili synon për shpejtimin e zhvillimit ekonomik dhe reformave. Ai nënvizoi se marrja e statusit kandidat për BE mbetet prioritet kyç për Kosovën. Ndërkohë në Prishtinë, Kurti ka takuar përfaqësuesit e Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, me të cilët ka diskutuar për avancimin e projekteve infrastrukturore dhe zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar në vitin 2024, i cili parashën një portofol investimesh deri në 400 milion euro deri në vitin 2027, thuhet në komunikatën e kryeministrisë. Në Prishtinë, policia e Kosovës ka arrestuar një mashkull kosovar për sulm seksual ndaj një të miture, ndërsa një shtetës i huaj është ndaluar për armbajtje pa leje. Janë raportuar dhe disa raste të dhunës në familje. Në Pej, një i dyshuar për kultivim të bimeve narkotike është ekstraduar nga Shqipëria dhe është dërguar në mbajtje. Në Gjakov, gjatë kontrolleve, u gjet një pushk gjuetie pa leje. Në Mitrovicën e Jugut, një i dyshuar qëlloi me armë zjarri në drejtim të viktimës dhe është në kërkim policor. Policia kufitare ndaloi 3 persona për kalim të paautorizuar të kufirit dhe sekuestrimin e druve të transportuar pa dokumentacion. Policia njofton se gjatë 24 orëve të fundit ka arrestuar 19 persona, prej tyre 8 janë dërguar në mbajtje.
Të ndëruar shikues, kaq për këtë edicion të lajmeve, për këto dhe zhvillimet të tjera, takohemi në edicionin orës 11. Ne ju falenderojmë për vëmendje, miru pafshim.